Neda Balluku dhe Ogren Balluku, një çift i njohur për publikun shqiptar që prej vitit 2010 i kanë dhënë tashmë fund martesës së tyre 10 vjeçare. Lajmi është bërë i ditur fillimisht nga burime pranë çiftit dhe më pas është konfirmuar nga vetë Neda në një intervistë ndjer, ku ajo foli me shumë emocione, por me kujdes të madh për të ruajtur privatësinë. Çifti u njoh brenda shtëpisë së Big Brother Albania, ku marrëdhënia e tyre lindi në sy të publikut dhe u shnërruan në një histori dashurie që vazhdoi për vite. Me kalimin e kohës, ata vendosën të ndërtonin një jetë së bashku dhe kurorëzuan lidhjen me martesë në vitin 2015. Nga kjo martesë kanë ardhur në jetë 3 fëmijë: Serge, Zai dhe Suzi. Përkundër ekspozimit fillestar mediatik, Neda dhe Ogreni vazhdimisht janë përpjekur të ruajnë intimitetin e familjes së tyre, duke shmangur publikimet e tepërta dhe duke mbrojtur fëmijët nga vëmendja e mediave. Neda, gjatë viteve, ka treguar her pas here momente të dashura familjare, por gjithmonë duke vendosur kufi të qartë midis jetës personale dhe asaj publike. Për këtë arsye, çifti shpesh është cilësuar si një shembull i qëndrueshmërisë në një realitet ku shumë marrëdhënie publike nuk i rezistojnë dot kohës. Megjithatë, pas sipërfaqes së qetësisë, duket se marrëdhënia e tyre ka kaluar sfida të vazhdueshme. Në intervistën ku pranoi ndarjen, Neda tregoi se nuk është hera e parë që çifti ka kaluar një krizë serioze. Ajo kujtoi vitin 2020, kur një situatë e ngjashme ishte afër shpërbërjes së martesës. Por atëherë ata arritën ta tejkalonin situatën dhe të vazhdonin jetën së bashku. Sipas saj, për shumë vite, marrëdhënia nuk ka qenë e shëndetshme dhe prej kohësh ata kanë jetuar të ndarë, duke ruajtur një komunikim të civilizuar dhe të matur për hir të fëmijëve. Çështja e divorcit tashmë është depozituar zyrtarisht në gjykat, ku është regjistruar me numrin 1784. Për gjykimin e saj, shorti elektronik ka caktuar gjyqtaren Majlinda Doga, e cila do të shqyrtojë në mënyrë formale marrëveshjen e ndarjes dhe ndarjen e detyrimeve mes palëve. Burime pranë procesit gjyqësor kanë treguar se Neda dhe Ogreni kanë rënë dakord paraprakisht për kushtet e divorcit, duke shmangur konfliktet e gjata ligjore që shpesh shoqërojnë ndarjet e figurave publike. Sipas burimeve, dyshja kanë nënshkruar një marrëveshje të qartë për kujdestarinë e fëmijëve dhe detyrimet financiare që do të ndahen për rritjen dhe mirëqenien e tyre. Qëllimi kryesor i të dyve duket se është ruajtja e një raporti të qetë dhe funksional, i orientuar drejt stabilitetit emocional të Sergjit, Zait dhe Suzjes. Neda e theksoi se prioriteti i saj absolut janë fëmijët, të cilët ajo dëshiron t'i mbrojë nga zhurma mediatike që po shoqëron këtë proces. Vlen të kujtohet se dikur Neda ka folur me shumë përkushtim dhe dashuri për lidhjen e saj me Ogrenin. Në një intervistë të vitit 2018, ajo tregonte se sekreti i lidhjes së tyre ishte vullneti dhe puna e përditshme që kërkon një martesë së bashku me një dozë fati. Ajo theksonte se dashuria e tyre kishte lindur natyrshëm, pa skenar, brenda një situate të pazakontë televizive, dhe se që nga ai moment ata kishin ecur dorë për dore për të ndërtuar një familje të fortë. Por realitetet ndryshojnë me kohën dhe shpesh sfidat e jetës, presionet, angazhimet apo ndryshimet personale e bëjnë të pamundur vazhdimin e një marrëdhënie të fortë. Ndonse Neda ka zgjedhur të mos zbulojë detajet të brendshme të krizës, ajo lat kuptohet se ura e bashkëtesës ishte thyer prej kohësh dhe se tashmë vendimi për ndarje ishte i menduar, i pjekur dhe i domosdoshëm për mirëqenien e të gjithëve. Me këtë vendim, kapitulli i dashurisë së dikurshme mes Neda dhe Ogren Ballukut mund të mbyllet në mënyrë të qetë dhe të dinjitetshme. Në fokus mbetet familja, rritja e fëmijëve dhe ruajtja e respektit reciprok. Edhe pse kjo histori dashurie ka marrë fund, ajo mbetet një pjesë e rëndësishme